Fitoria e 4 rradha Edi Ramës në krye të qeverisë shqiptare ka sjell urimet e para nga liderë të rëndësishëm të arenës ndërkombëtare, të cilët kanë përshëndetur rezultatin e zgjedhjeve dhe kanë rikonfirmuar mbështetjen për Shqipërinë. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer, i cili pritet të jetë në Tiranë këtë fundjavë për një vizitë zyrtare dhe pjesëmarrje në takimin e Komunitetit Evropian, uroi kryeministrin Rama për fitoren. Urime Edi Rama për fitoren tuaj historike në zgjedhje. Pres me padurim të vazhdojmë bashkëpunimin për të sjellë rezultate për njerëzit e zakonshëm në të dy vendet tona, shkruan Starmer. Kryeministra e Italisë Giorgia Meloni uroi Ramën për rizgjedhjen dhe vuri në dukje forcimin e miqësisë dhe bashkëpunimit strategjik mes Tiranës dhe Romës. Ajo theksoi rëndësinë e dialogut konstruktiv dhe nismave të përbashkëta për përballimin e sfidave globale dhe avancimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky përgëzoi Partinë Socialiste për fitoren bindëse dhe falenderoi Ramën për qëndrimin e qartë në mbështetje të paqes në Ukrainë, përmes një arpushimi të plotë e pakushte. Zelensky shprehu dëshirën për forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve dypalëshe. Nga Madridi, kryeministri spanjoll Pedro Sánchez vlerësoi mbështetjen e shqiptarëve për rrugën drejt Bashkimit Evropian dhe cilësoi fitoren e Partisë Socialiste si një sinjal pozitiv për integrimin evropian. Në përgjigje, Rama shprehu mirënjohje për secilin prej tyre. Ai vlerësoi Melonin për leadershipin e saj të sinqertë, Sánchez për bashkëpunimin në Internacionalen Socialiste, Starmer për vizitën historike që pritet në Tiranë, si dhe Zelenskyn për guximin dhe qëndrueshmërinë në këto kohë sfiduese.